Në një shtëpi të vogël me mure të lagshta dhe gjurmë myku, gjysma e djegur, jeton familja Bilalli, një familje 5 anëtarësh që çdo ditë përballet me varfërinë, sëmundjen dhe pasigurinë, me nënën e paralizuar të verbër e djalin 10 vjeç i cili nuk ka para as për në shkollë. Krye familjari Azem Bilalli thot se mbijetesa atyre varet thuajse tërësisht nga ndihma sociale prej 120 euro në muajsh, të cilat sipas tij shkojnë kryesisht për barna. I sëmur dhe i paaft për punë, Azemi rrëfen se kushtet në të cilat jetojnë janë teje të rënda. Shtëpia ku banojnë është ndërtuar me ndihmën e njerëzve të panjohur, të cilët siç thot ai, e ndihmuan pa kërkuar asgjë në këmbim. Para kësaj, familja kishte kaluar muaj të tërë duke jetuar në një tendë. Unë jam i smur, më punu së më bëj. E peshen edhe veç që kam kushtet, me një social 130 euro me gjepja dalë, edhe zdi që më thamën e ma shumë. Ka pak në kanë ndihmu kur s'ka pas mundësi, i falendrej dhe ata, se këto krejt i kem, këto ka uqa krejt, si më kanë ndihmu në ndihmësës. Në vëllon e më kanë ndërtu do persona me njohë që një, s'ma kanë të regu asë emnin, asë veç, këna jetu ma heret, kum jetu edhe në pend, motër në Satar, kum 6 muj, 7 kum jetu në qatë Satar. Unë kësë mund që në kam motër pe policive sërbe, më kanë ra, i kanë me unë nazam, me kretë mi kanë shkatërru. Nona në gjendjen kritike, kjo po më hanë edhe jetën edhe shnetën. Qa është parë që po më dhimet, s'po kam qapo, kam një majtë. Po, djali vogël? Rruga 130 euro, që dolen. Kjo veç 100 euro në gati laqe për diabet i shkojnë. Po, shka në shkollë, që shkollën ku nalëm që të nëzëm ka parë është. Vëllohi mjeshtët shkollore, nëse qeveria i ka qitë paret për libra për këtu. Qëtër... Lopsat e këtu... Ja blejune. Për shtetit... Qëtër ndim për shtetit s'kam. Për bëmirë të... Kam ndim. Që ata që më kanë palë që gjendje, më kanë ndihmua. Allah ishë për vlevët. Që ka pas mundësi? Dhe që ty, që më kanë lonë më hjek. Kemë që të shparet, kemë edhe që të dru që i pasë. Edhe ato mi kanë pru falë. Po, kur nuk keni dru? Kur në kemi dru, e pa që të zemlje. Jo, s'mujna. Nuk mujna të rrymës masi jem me social që ke librezëna. Qa gjëra? Nga Leran për shema. Dhe 20 euro që Ministria Punëve Sociale hjek. Që të kallesh mi 20 euro, do të mi pagu për gjepi. E ka ishi, e këto këna regullua, pa ka shumë. Se ne ka ishi shtëm dhe ka pas lonë kërën nga sa të të nej. Ka lonë kërën me benzins, e kon edhe grohja kon aty, nga të nej ka spledu rezervore, i ka roket shpinë tem edhe këti ka ishi që të vesh, u kon përkashë me lamparia të dhe ju ka dhonë temes. Në vete kom në reqë.
një pikë shime rakë pikë vetë në altit të poshtë. Ta më kom frime fort deri 10 shpia. Bashën dhe të jam tu që banan 10 shpia. E kjo që është të duke të thonë me knaf në altë. Në kokë shtë adin stupa e këto ju. Edhe i lotë që s'po ka kush me blea, s'po ka kush me mora, s'po ka aja plaka s'mu, që është e paralizume. Po dohet mu më nuk, Allahe tonë s'mu, tonë legsh, tonë haj me detaj. Edhe mos më animu që shtë dikush nej shumë dik, ma ti shumë dik. Unë jam për shqeqerë, e me gjak nalt, e me tanas mujat, e me i njërë, e me kretë smuat. I bjen, ta bjen atë fakturën e rrimë s'paguje, me qa mi paguje, s'ki me qka. Që të në dhe t'jem shtys disë sa me të isha smut, veç që së rëqesha parati dhe i kalëzesha, paguje dhe ke fakturën e ujtë thash, o 100 euro prej marëm, 120 euro. Kur qysh? Kjo e me detaj, e nëmë tanë ka në në s'kam. Tanë për kanë që hanën e s'pa kam. Që se vjetë që na fiti. Hek edhe kë. Po vjetë të kuptuve të marrë vesh, po. Dhejtë rritet kjo ditë bohet ka me hijek.